Me të vërtet falënderimi takon Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe paqe kërkojmë. Dëshmojmë se atë të cilin e ka drejtuar Allahu mëndueshëm nuk ka qenë mboj që ta humbë, dhe ai i cili ka humbur për shkak të mëkateve të veta nuk ka qenë mboj që ta drejtojë veç Allahut mëndueshëm. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi i biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguar i Allahut mëndueshëm, e ka përzgjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hynor Islamin, dhe ka përcjellur atë ashtu siç deshte vet Zoti i gjithësisë. Herën e kaluar ose më drejt në hutbën e fundit që kemi trajtuar bashkërisht, jemi ndal tek një nga etikat madhore të leadershipit islam ose ndryshe të politikanit. Dhe suksesi i një politikani varet në mënyrë të drejtë për drejtë nga mishërimi me këto etika ose nga gëzimi i këtyne etikave ose jo. Sa më të mishëruar të jenë këto etika tek një person të cilin e ka sprovuar Allahu mëndueshëm që të drejtojë popull dhe shoqëri, aq më e garantuar është edhe suksesi dhe realizimi objektivit të këtij aktiviteti ose të këtij angazhimi. Objektivi madhor i këtij angazhimi është vendosja e drejtësisë në tokë. Pra objektivi madhor i këtij angazhimi është vendosja e drejtësisë në tokë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam urdhëron e thotë se 7 kategori do të jenë në hijen e Allahut mëndueshëm ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër veç hijes Allahut mëndueshëm, veç hijes Arshit. Pra dihet që dielli do të jetë afër kokave dhe djersët do të mbulojnë njeriu sipas punëve që ka bën në dynja. Sa më të shumtë të jenë punë tek xhia, aq më i zhytun do të jetë në djers. Saqë njerëzit do të ngarendin duke kërkuar shefaat tek pejgamberët, dhe shefaati do t'i dorëzohet apo do t'i besohet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Se kaq e vështirë është situata atë ditë. Saqë njerëzit do kërkojnë Allahumma aqimis sa'a, Allahumma aqimis sa'a. O Allah i mëndueshëm, bëje sa më shpejt, si më thënë, ndarjen bëje sa më shpejt. Pra që të jemi ose për në xhenet ose për në xhehenem, e rëndësishme dalim nga ky lloj momenti, nga ky lloj pozicioni që kputemi prej këtu. Pra kaq i vështirë është mekami. Këtu thot pejgamberi alayhisalatu wassalam do të jenë 7 kategori që do të jenë në hijen e Allahut mëndueshëm, atë ditë ku nuk ka hije tjetër, nuk ka as pemë as male, as re. Jo me të bedelul ardu ghayra al-ard, atë ditë do të ndryshoj toka. Gjithçka është rrafsh dhe do të bëhet tokë mahsheri, tokë grumbullimi për dhënë llogari para Allahut mëndueshëm. Në këtë situatë kaq të vështirë, 7 kategori nuk do ta shijojnë dhimbjen e këtyre momenteve. I pari kryeson kush është? El imamul adil, imami i drejtë, prisi i drejtë, lideri i drejtë. Dhe kur e merr këtë cilësi të liderit, pra cilësinë e drejtësisë, dhe analizon në hijen e kontekstit, ku ai e gëzon hijen e Allahut mëndueshëm, pra është një kontekst jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe i vështirë, e kupton se sa i madh është roli i një lideri politik në një popull të caktuar. Roli kush është? Drejtësia. Dhe këtu njëkohësisht kupton se sa e rëndësishme është drejtësia për një shoqëri. Dhe një kupton njëkohësisht se qëllimi kryesor i leadershipit dhe objektivi madhor i angazhimit të tij me politikë kush është? Drejtësia. Mirë po, duke pas parasysh se ndikimi dhe joshja e pushtetit është shumë e madhe, sepse ai që ka pushtetin me njëherë kultivohet dëshira me ndet në të, përjetësisht. Kur hyn në pushtet dikush, kur e merr karikën, ndjenja e parë që fillon me cilën fillon shejtani mallkuja, ja bën gizili zemrën, ja guduli zemrën, ja ledhaton zemrën njeriu në momentin që hyn në karike, është dëshira për ta pas përjetësisht. Prandaj edhe thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, nuk ka epsh më të rrezikshëm dhe epsh më të madh, dhe epsh më ndikues se sa epshi i karikës dhe i pushtetit. Dhe përjedhojnë momentin që fillon të mendojnë këtë lloj forme, ku këtu merr fund drejtësia, sepse do kërkoj ta mbaj pushtetin me gjitha format. Por jedhoj pushteti kur e merr njeriu dhe fillon ta vë qëllim vetvete,
si do ta mbaj këtë pushtet? Me njeri shkon mendja ku, ke parja. Se duhet me i blej njerëzit, duhet mua blej ndërgjegjen. Duhet me ushit vete, duhet me i bëj edhe njerëzit me ushit. Pra ndaj i duhet një fuqi shumë e madhe ati që merr pushtetin, për ta përdor vazhdimisht për drejtësi dhe për mos me e përlos këtë lloj pozicioni me asnjë lloj forme. Pa i duhet forcë shumë e madhe që t'i rezistoj joshjeve, trysnive dhe presioneve të mëdha që dynjaja ju shtrohen të këtij lloji njeriu, kësaj lloj kategorie, në momentin që vjen në atë lloj pozicioni. Prandaj tham herën e kaluar, etika kryesore e një leadershipi politik, e një drejtuesit, një populli kush është? Të besoj thellë se pushteti është i Allahut manush. Kthehemi edhe një herë tek ajeti madhështor kuranor dhe i gjithë Kurani është madhështor. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. O Allah i manush, ti je pronari i sundimit, ja jep sundimin kujt të dush, pra pushtetin kujt të dush dhe ja zhvat, ja çkull kujt dush. Për të na thënë se në momentin që të ka ra edhe një herë për ta theksuar, për të na thënë se në momentin që të ka ra pushtetin në dorë, dije se ta ka dhënë Allahu manushën për të sprovu. Prandaj me një herë vritë menën edhe ata që se kanë pushtetin dhe duan me e marr. Apo e merr ashtu siç e kënaq Zotin dhe do ta përdorësh në atë lloj forme që e kënaq Allahu në manushën apo jo. Se po doj Allahu manushën ta zhvat me një herë. Një nga problemet kryesore të politikanëve të korruptu është se mendon se pushtetin do ta ketë përjetësisht. Prandaj besimi i paluhatur dhe i patundur dhe i palëkundur se pushteti është absolut i Allahut manushëm dhe ja jep kujt doj dhe ja zhvat atij që do, i mundson njeriu që ta kuptoj dhe ta besoj dhe ta ndjej se pushteti është i përkohshëm. Dhe në momentin që fillon beson se pushteti është i përkohshëm, do ta përdori për çfarë? Për mirë. Do ta përdori për mirë. Prandaj dhe Allahu manushëm na jep shembullin e kujt? E Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Sondoi dynjan në fund. Kush i arzoi pushtetin Sulejmanit? Një krimb. Dhe ka shumë domethënie ky detaj kuranor. Allahu manushëm përmend krimbin që po grynte kë shkopin e Sulejmanit. Mund kishte vite që kishte vdek, edhe ishte mbështet mbi shkop. Edhe ai që e mbante Sulejmani ishte shkopi, ndërkohë që xhindët të nështruan ndaj Sulejmanit vazhdonin punën e tyre me i fjalë në robri. Vazhdonin punën e tyre në robri. Sulejmani alayhi salatu wassalam e kishte kryer misionin e vet. Kishte vendos drejtësinë tokë. Madje transmetohet se një ditë duke fluturuar me herën, era kishte marrë, por tu thu, era fluturonte me të një muj shku e një muj ardh. Kaloi mbi një parcel, mbi një fush ku po punonte një bujk. Bujku t'i u bëre, e ngreti kokën ky bujk edhe i tha, pra e pa Sulejmanin, e transportonte era, tha subhanallah, laqad a'ata Allahu ala Dawud mulkan azima. E dëgjoi Sulejmani alayhi salatu wassalam. I tha erës ndalum zbrit tek ai bujku atje. I tha pash Zotin thuaj edhe një herë atë që the. Tha nuk thash gjë, vetëm thash subhanallah. I lartë madhruar është Allahu, i ka dhënë Sulejmanit pushtet madhor, të madh, për familjes Daudit, i ka dhënë shumë pushtet. Tha për Zotin. Ajo subhanallah jote që e the nga shpirti, ka peshë tek Allahu manushëm shumë më tepër se sa ky pushteti im. Pse? Shikoni se sa i vetëdijshëm ishte Sulejmani. Pra vetëm një vetëdije kaq e madhe mund ta bëjë njeriu që edhe pse kishte pushtet aq të fuqishëm, nuk kishte pushtet një karike o xhamat. Dhe pra ne na e përjetson Allahu manushëm ne Sulejmanin Kur'an. Nuk kishte një pushtet një karike që të drejtote me i fjalë 3 milion njerëz, apo që drejtote me i fjalë një kontinent. Kishte pushtet me i fjalë kë, edhe ligjet fizike ja kishte nështruar Allahu manushëm. Edhe zojsht, edhe elefantët, edhe gjirafat, edhe gjerprit, edhe anakondat, edhe peshqit, edhe balenat, edhe ligjit e tokës, edhe malet ja kishte nështruar Allahu manushëm, krejta. Megjithatë, kaq të madhe kishte vetëdijën dhe të thellë se pushteti është vetëm i Allahut manushëm, sa që kur e dëgjoi këtë fjalën subhanallahu, tha,
kjo subhanallah e jote është ma e vleshme se pushteti im. Pse? Se subhanallah e jote mbetet, është e përjetshme, kurse pushteti im është i përkohshëm dhe i çbëshëm. Subhanallah. Po gjithaj pushtet. Kjo është vetdia. Prandaj me isha këta njerëz me kaq pushtet, sa e kam pas në dorë kam bë drejtësi. Çka i ka mundsu me bë drejtësi? Bindja e tyre e thellë se pushteti i dynjas është i përkohshëm. Prandaj në asnjë lloj momenti nuk u ka shku mendja me mbajt me fjala ashtu siç nuk duhet me mbajt. Cilësia e dytë e një lideri politik që buron nga e para, mos e harrojmë. Pse s'duhet haru kjo e para o xhamat? Sepse me të vërtet një popull musliman që kërkon ndryshimin në vendin e tij, cilësia kryesore që duhet kultivoj ke brezi që vjen më mrapa, dhe kemi përmend shpesh këtë brezin që vjen më mrapa. Cilësia kryesore që duhet kultivoj është kjo cilësia e parë. Që gjithçka që kemi në dorë është pushteti i Zotit. Dhe vetëm duke kultivu thellë në shpirt, në mendje dhe në etike dhe në edukat dhe në moral, këtë lloj cilësie do të kenë mundësi me operu në këtë fush pa një ferë në kam. Do të kenë mundësi me operu në këtë fush duke e synu, por duke e synu si ibadet Zotit dhe për hatër të Zotit, dhe në momenti që do ju bie në dorë do e përdorin po pra për hatër të Zotit, për hatër të Allahut më mësh. Edhe nuk do e kenë ma problem kur të vije momenti me elçu kariken, në vend që thonë me det se po na hik karikja, do thonë elhamdulillah, shpëtum. Sa e patëm me i fja u mundu me jadhan hakun, ta shtina shpëtoj Allah u manushëm nga kjo bela e madhe. Se me të vërtet pushteti është bela e madhe. Pushteti është bela e madhe. Cilësia e dytë është bindja se ajo që ka ndorë, ai pushteti që mundson edhe pushteti ndaj parës, ndaj mallit, ndaj pronës publike, kujdes! Ndaj pronës publike nuk është malli i tij, po është malli i Zotit. Është pasuria e Allahut manushëm. Për Allahu manushëm e ka lanë çfarë? E ka lanë emanet në dorën e tij. Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu ardhau kur erdhi në pushtet, ky halife i pestë i muslimanëve, edhe pse kishte ardhur shumë më mrapa atyre, një shekull e ca, apo prapërsisht një shekull, vendosi një metodë të veçantë leadershipi apo drejtimit pushtetit. E para gjë, i ktheu pothuajse kretë zullume që kishin bërë më përpara, i rregulloi. Zullume që kishin bërë më përpara ata që kishin qenë para tij. E para dhe e dyta, bëri një veprim që e kishte bë gjyshi i tij Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu ardhahu. Çka kishte bë Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu ardhahu? Omar ibn Khattabi kur e mbrotën një guvernator, ja regjistrote pasurinë. I thote sa pare ke në xhep, ose i ke lanë me një anë ose në bank. Kjo transparenca për cilën flasim ne sot. Regjistronja pasurinë në fillim edhe pasi në fund, pasi të mbaroj me fjalë detyrën e tij. Dhe e pyetën, ti tashi edhe po na emron, edhe po na trajton me fjalë sikur ne jemi tradhtar, po mashtrojmë. Jo, tha. Po të kisha besim ose po të mendoja se ju mashtronin, nuk do ju kisha emru. Po kjo është metoda ime në leadership. Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu ardhahu e përdori këtë metodë. Mi po çfarë ndodhi? Vajza e tij në ditë Bajrami doli duke luajtur me shoqet e saj, dhe pa që shoqet e saj kishin fustane të bukura kurse kjo nuk kishte. Dhe shkoi ke baba e vet. Dhe i tha, o baba, tha, shoqet e mia kanë fustane të bukura, unë nuk kam. Ky kishte vendosur një ligj me veten e tij dhe familjen e tij dhe i kishte thënë gruas tij, le ta dish që në momentin që unë do e marr këtë detyrë, do e kthej hakun tim lidhje me pasurinë e shtetit ke minimumi. Do të thotë do siguroj, si me thanë çfarë, minimumin e jetesës. Prandaj, nëse do me jetu me mua në këtë nivel, bujrën, për ndryshe ke rrugën e lirë. Çdo të thoshte me jetu me minimum. Me jetu me minimum do të thotë kesh atë robën që ke në trup dhe të kesh ushqimin e ditës dhe jo ma tepër se sa kaq.
Do me thanë kretë saltanetet, sepse edhe gruaja e tij ishte princesh, edhe ai ishte princ, kishte jetu me privilegje shumë të mëdha. Pyetja është, nga i buroi me fjalë ky lloj vendimi, nga erdhi ky vendim Omer ibn Abdulazizit? Nga erdhi ky vendim? Para do ditësh po më thotë dikush një histori shumë e veçantë. Në lagjen time, pra një hoxh për Egjipti po e tregonte, në lagjen time kam pas një burr shumë të devotshëm. Nuk pranote me përdor nga ajo çka nuk ishte atij asgjë. Një ditë blen një copë dhe e çon tek rroba qepsi me e pre. Qa kishte ndodhur rroba qepsja pasi e kishte pre atë robën e gjatë, copa brenda xhepit. Nuk i kishte mjaftu. Dhe çfarë kishte bë? Kishte marrë një copë me flan nga dikush tjetër që kishte tepru dhe ja kishte plotsuar xhepin, 2 gjysma. Sa kishte qenë gjallë, as kërkush nuk e kishte kuptuar. Se po ta kishte pa, nuk do e kishte mbajt. Pra që i devotshëm ishte deri aty. Kur ndron jetë, i del 3 herë në andër vajzës së tij dhe i thot: "Ke xhepi i këmishës, i asaj fustanellës, është një copë që nuk është e imja. Griseni, shkuleni prej atij dhe çonja të zonjës." Bia, thot, ndoli natën e parë nuk e besova, edhe natën e dytë edhe natën e tretë. Me të vërtet, kur shkova ke këmisha e tij e hapa, pash që xhepi nga brenda kishte 2 copa. Le të themi një e bardhë e tjetra gri, apo bezh. E ndava atë copën bezh dhe shkova ke rroba qepse i thash: "Zotit fal, çfarë na ke bë?" U kujtu, tha, për Zotin kështu ka ndodhur, po e kam bë jo qëllimisht. Nuk kisha copë, kishte tepru diku tjetër dhe e ktheva. Kjo ishte vetdia e Omer ibn Abdulazizit. Çfarë? Pejgamberi alayhis salatu wassalam doli një ditë nga shtëpia e tij. Gjeti rrugës Ebu Bekrin radiallahu anhu erdahu. I tha Ebu Bekr, tha, po kuptoj që ti të kanë nxjerrë njëta gjë që më kanë nxjerrë dhe mu prej shtëpie. Uria, s'kishin më hangër gjë në shtëpitë vet. E takon edhe Omer Khattabin, shkoni trokitën dhe i thanë hajde dhe ti, sepse pejgamberi e ditë gjendjen e shokëve të tij. Pra ishte situata e përkohshme e tillë. Edhe shkon le ta themi ke filani. I trokitën der. Ai i kuptoi sepse kishin ardhur. E mjeli një dele dhe u dha me pi. Piu pejgamberi 2 gllenka, pastaj Ebu Bekri, pastaj Omeri. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam: "La tus'alun an hadha." Ditën e Kiametit do t'i kërkohet llogari edhe për këto 2 gllenka. Ditën e Kiametit do t'i kërkohet llogari edhe për këto 2 gllenka. Pranaj Omer ibn Abdulaziz radiallahu anhu erdahu e përcolli vajzën e tij. I tha: "Shkota se do e rregullojmë." Dhe e thiri administratorin e bankës. I tha: "A ke mundësi me më dhanë borxh kaq para sa për t'i ble vajzës një fustan?" I tha Omer, sepse edhe punëtorin e vetë kishte zgjidhur si vetja, kujdes. Ai që me gjithme do me qenë i devotshëm, nuk sillet si i devotshëm. Ai që me gjithmen është i devotshëm, edhe ata rreth vetes si zgjedh devotshëm. Sepse ai do devotshmëri. Ai që ka frikë Zotin, edhe ata që rreth vetes si zgjedh që kanë frikë Zotin. Ose të paktën me fjalë mundohet me u kultivu frikën ndaj Zotit. Mirë po, edhe arkatari i tij ishte si lloji i Omer ibn Abdulazizit. I tha Omer: "A më garanton, tha, që ti deri nesër mëngjes do jesh gjallë dhe do ma kthesh këtë borxh?" Tha: "Vallahi s'të garantoj." Tha: "Zgjidhe vetash, edhe unë s'ta jap dot." Edhe e la vajzën e tij pa fustan. Deri këtu situata. Pse edhe kjo është e kërkuar, domosdoshmërisht. Xhamati nderu, sa më i madh jetë roli i njeriu në dynja, aq më e madhe është llogaria. Aq më e madhe është pesha, aq më e madhe është përgjegjësia, ama në krahun tjetër, sa më i madh jetë roli, aq më e madhe është edhe pozita tek Allahu mëndueshëm ditën e Kiametit, nëse njeriu i jep hakun. Pra ne thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ditën e Kiametit 7 kategori kanë për qenë në hijen e Allahut mëndueshëm, atë ditë ku nuk ka hije tjetër veç hijes Allahut mëndueshëm. I pari kush është? Politikani i drejtë apo leadershipi i drejtë. Një nga cilësitë madhore të një politikani apo leadershipi apo lideri politik, një drejtuesit një shoqërie, është ndjeshmëria e lartë ndaj popullit vet. Ndjeshmëria e lartë, niveli i lartë i përgjegjësisë dhe përgjegjësisë ndaj popullit vet.
Omri ibn Khattabi radiallahu anhu ardahu që i pari që bëni sunnet kontrollin e qytetit natës. Dilte natën duke kontrollu qytetin. Patrullonte në qytet. Ishte ideja e tij. Po dilte vet. Një natë duke ecë dëgjoj nga brenda shtëpisë se shtëpitë nuk ishin siç janë sot. Një nanë që po i thoshte vajzës vet, bi, përzije qumshtin pak me ujë, që të shtohet edhe ta shesim nesër të fitojmë pak më tepër. I thoi nan, po është ndaluar, ka ndaluar në Khattabi radhiyallahu anhu arda. Thoi bi, Omri s'na shef. Thoi nan, na shef Allahu madh. Me një herë Omri në Khattabi radhiyallahu anhu arda shkoi e mori djalin e vet dhe i kërkoi dorën kësaj vajze, kësaj nane për vajzën. Pse? Sepse kërkonte devotshmërinë. Dhe vetë Omri në Khattabi kërkonte të kultivojnë shoqërinë e tij devotshmërinë. Duke ecna për qytet natën, dolin periferi qytetit dhe pa një çadër. Brenda çadrës disa fëmijë duke qa. Brenda çadrës disa fëmijë duke qa. U afru dhe afër çadrës një zjarr i ndezur aty po qëndronte një person. I tha, "Ç'a po bën o zotri?" Tham, "Ka gjetë halli madh." "Po ha." Tha, "Fëmijët i kam pa buk." "Po zonja jote ç'a po bën?" "Po bën sikur po përzin miell, pa me bë kaçamak." Miell me ujë, pra kishte mbledh, kishte mnu ujin me, pra në tenxhere me e blu. Tha, "Ka hedh sa guraleca aty dhe po i përzin me u marr mendjen fëmijëve që t'i zej gjumi pa hangër." I tham, "Po, se nuk i keni thanë Omri në Khattabit, prisit muslimanëve." Tha, "Prisi muslimanëve ka punë të veta, nuk do me ja ditë për ne, kush jemi ne që ta ketë mendjen ke ne." U shkond Omri në Khattabi radhiyallahu anhu ardahu. Shkoj me një herë tek magazina e mallit muslimanëve. Mori pak gjalp apo i ndyr, mori dhe pak miell e diçka tjetër, dhe shërbëtorin e tij që e kishte me vete i tha, "Ndihmo." Tha, "Lër, tha se e mbaj unë." Tha, "O robi i Zotit, ditën e Kiametit, a e mbajsh për unë? Do më mbash?" Tha, "Min dynja tha ti e mban këtë thesin, po ditën e Kiametit e mban." E mori vetëm në Khattabi thesin në shtëpinë dhe shkoi dhe u adhuroi. I tha ajo gruaja, "Për Zotin, tha ti tha çike më i mirë tha se sa Omri në Khattabi radhiyallahu anhu arda. Se Omri në Khattabi flen tashti me familjen e vet, kurse ti tha shëtit ke me pa hallin e njerëzve." A deri këtu? Deri këtu. Deri këtu? Deri këtu. Ditën e Kiametit, borxhliu, fukaraj, hallexhiu, ai që do më martu me kriju familje, dikush do me gjetë punë, është pa punë, nuk ka punë. Gjithë këto vinë edhe kam për të varë për këmishje ditën e Kiametit. Kam për ta ka për jake ditën e Kiametit. Mirë po, kush e ka këtë vedije, ai që beson thellë se pushteti i gjithë është i Allahut mëndueshëm. Edhe kjo dynja është e përkohshme, edhe ditën e Kiametit llogaria ka përqen shumë e randë. Prandaj, o ju të ri musliman, që e keni qef me u angazhu me politikë, përgatituni me këto cilësi të larta, para se të sprovoheni për qenë kryet njerëzis. Para se sprovoheni me qenë kryet njerëzis, dhe kujdes. Njeriu është qenje që do me justifiku veten. Para Allahut mëndueshëm nuk ka justifikim. Wa kullun atihi yawmal qiyamati farda. Dhe gjithë ditën e Kiametit kanë për të ardhur vetë, nuk hyn puna s'kërkush. Madje ka për të ikë prej babës, prej nanës, prej vllaut, prej motrës, prej gruas, prej fëmijës. Çdo kush ka për ta lënë vetë. Edhe aty do ta kupton se ato justifikimet në dynja s'kan për të hyrë në punë. Kërkon fare. Kërkon. I lutemi Allahut mëndueshëm që të na japi vetdijen e thellë, ashtu siç takon një muslimani. I lutemi Allahut mëndueshëm që na edukoj ne dhe brezin e ri me këto cilësi të cilat janë e vetmja garanci për ta ndryshuar për mirë këtë shoqëri, edhe gjithë shoqëritë njerëzore, dhe këto cilësi sot kanë më tepër vlerë se kurdo tjetër. Sot që njerëzia ka nevojë për ndryshim më tepër se e ka pas kurdo tjetër. I lutemi Allahut mëndueshëm që vëllezërit tanë në Palestinë të ndihmojë veçanërisht në Gaza.